Me stresin, që ndodhi me të vërtet me këtë video, çka ka ndodhur mes juve dyve? A jeni miq? Apo si qëndron puna juaj? Pat komente kështu kundërthonëse. Pat jo është video që pas një problemi, jo është video që është bo me qëllim për një bashkëpunim që ka me ardhë. Si qëndron këtu e vërteta, o Joz? Na nuk e dim, domthonë të kena këtu, sonde kena me të pyet kogja shumë kështu, mos me të shu se për herë të parë ki edhe s'dihet kur vjen mama ndej në Prishtinë me të bë në emision këtu. Të vërtetën. Ku halli këtu? Të vërtetën nuk mundena me interpretu tani. Djali është artist. Okej. Patjetër. Është djali mirë. Patjetër. I shtëpisë mirë. Patjetër. Patjetër, si çdo njeri gabon. Po nuk është mirë me gabu me mu. Çaj bjen kjo nuk është mirë me gabu me mu? Se më thonë qofë se unë po e nëzon po gaboj, çka më gjerë me mu? Spishtim tjetë këtë mes. Unë e ti. Të e marrë shkakun tanë. Sepse si për të mirë, si për keq. Nuk është kjo vetëm për të keq. Po unë asnjëherë, duke nis nga vetja ime, nuk kam për qëllim me arrit diçka duke hedh balt mbi imazhin tanë. Okej. Mbi emrin tanë. Okej. Dhe unë jam një njeri që nuk i harroj gjanat. Qofshin të mira, qofshin të këqija. Dhe më thonë, mali noti kështu, a? Shumë. A, shqiptari, shqiptari. Po, kur je i drejt, Zoti e bjen vetë situatën tillë me të bëu ty me arrit qëllimin tanë. Kur je i drejt, gjithmonë. A keni pas problem? A keni dosh me bëni bashkëpunim? Jo, tash po dal jashtë kësaj. Po. Jo bashkëpunim. Dhe secili nga këta pseudo-artistat ose kushdo qoftë ai që ka marrë guxim me qitë atë imazhin e vet, herët avon me ato dënimet përballet. Do më thonë qofë se dikush ka folë për ty, para disa mujve ti hala vazhdon me thonë që kur dëshimi kena me i lado e sopa. Shiko, do ketë Sqarim. Do ketë i farë sqarimi. Sqarim. A mo jo dhunë, se thamë që dhuna mos është pjesë e jotja. Jo dhunë, jo. Jo dhunë, jo. Do më thonë për deklarosh që dhunë mos s'ka. Ja dhuna, jo. Bravo. A e kitë shok a jo stresin? Se ju dull të përqafu aty, do më thonë, jeni miq. Nuk mundem të them këtë gjë. Nuk mundesh. Në intervistën e dytë mandej, mas një 2-3 muaj kur e bëm. Para vitit të ri kena me sqaru këto. Okej. Por për secilin, siç thash, vonesë ka, po secili shtim jo. A ka shumë? Ka disa. Ka disa, a? Do më thonë ti një farforme jetu i prit veç momentin për me u taku dhe me u sqaru. Disa mënyrat ndryshme, nuk është gjithmonë. Secili e ka të mënyrën e vet. A ka shumë mënyra ju zja? Po, patjetër. Cilat janë disa për tyne për shembull? Tash nuk mund të sqaroj sepse shpëtimi, për shembull, shpëtimi kam thonë që Jozi është djali gjatë 2 metra, është kështu, është kia kështu, është kështu. Çka po e ki përballë tu? Çka po e ki përballë tu ato? E ke gjetë, e ke taku. Duhet me bë mu ndje keq për atë që është. Okej, domethënë me u sqaru ti po. Po. Duhet. Po jo dhunë. Jo dhunë. Jo dhunë. E tha më herë. Jo, lag dhunës mo, tash. S'ka dhunë. Njerëzit bojnë gabime, por njerëz fisnik edhe kërkojnë falje dhe do të përmirësu. Patjetër. Domethënë kjo është kjo burrnia, do burrnia bëjnë s'ka. Patjetër. Kjo burrnia. Bravo. Po shiko, shpesh herë fjala vret shumë më shumë se një veprim. Beso. Nëse ti je i guximshëm në bën një veprim kundrejt meje, sinqerisht të përgëzoj për guximin tam.
fjalën s'ta fali kur. Që e ndan, domethënë. Sinqerisht, A je djalë që i falë kështu në përgjithësi? Që ti më thonë jo Vetëm- të kam shaj ditë më kështu, jo shak kështu Shamin, në zhagonin kështu po të kam bol keq, ama fal vëlla. personalen, po. Po. Kur hyn pak më thellë në këto temat patriotike ose në këto temat, Aty ku dha më shumë andej. aty nuk është e lehtë situata. Domethënë kur preket kështu nacionalja, është e pafalshme. Nuk është e lehtë as pak. Okej.